Kombëtarja shqiptare e vajzave luajti ndeshjen e fundit të grupit 4 në Ligën B vlefshme për edicionin UEFA Nations League. Takimi i luajtur mbrëmjen e së martës në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës pati një pjesë të parë shumë të mirë për futbollistët kuqezi, të drejtuara nga trajneri shkodrana Ermir Grima, të cilat që në minutat e para u shfaqën mjaft kërkuese, duke kërkuar avantazhin dhe gjithçka u shpërblye në fundin e pjesës së parë me golin e realizuar nga Fortesa Berisha. Megjithatë, kombëtarja çeke pati një volum të madh loje. Kombëtarja kuqezi paraqiti një lojë të çëndrueshme, por pikërisht atëherë kur ndeshja u mendua se po fitoi nga Shqipëria, një penallti e shkaktuar nga portierja Hyska në minutën e 87 u shndrua në gol nga Eva Bartonova, si dhe një autogol i portieres në minutën e fundit pas një goditje direkte nga këndi i gjekve, përmbysën gjithçka duke fiksuar rezultatin 1-2 në favor të kombëtares çeke. Pavarësisht humbjes, Shqipëria mbyll këtë edicion në vendin e tretë në grup me 6 pikë, një pozicion që i garanton vajzave kuqezi qëndrimin në Ligën B si skuadra tretë më e mira. Po vendosin disa momente pa kujdesie tona, në fakt se realisht vajzat se të kanë luajtur mirë është për t'i përgëzu, kishin përballë një kundërshtar shumë fort fizikisht. E përballu mirë, realisht gjëra më drejt mund të ishte pak të barazimi këtë ndeshje, jo ta humbim. Megjithatë, prapë jena të gëzuar, edhe edhe mas kësaj humbje ne jena të gëzuar sepse jena në objektiv tonë. I kënaqur për pozicionin që Shqipëria e futbollit të vajzave mban, Grima e konsideron pozitive dhe progresive ecurinë e kombëtares që ai drejton, duke patur ambicie të tjera përmetej. Ne jena mbrenda objektivit, edhe jam shumë i gëzuar edhe i uroj shumë vajzat për këtë objektiv që kanë arrit, sepse për fund të ky grup ne Shqipëria jena fuqi e madhe e futbollit femrave. Po ta shohim të krahasojmë veten me tjerat, besoj që jena vite larg tyne, të paktën si futboll femrash. Tash po shijojmë këtë kualifikim mirë, masa ne po mendojmë për më gjatë, kena kohë për me fol për të ardhmen. E rëndësishme është që tash steka nuk është më poshtë, steka e kombëtarës shqiptare në futboll është lart dhe duhet ta mohojmë aty ku jemi.